duke folur edhe me qytetarët e Tiranës, sidomos edhe me familjet e reja, e kanë shumë vështirë për ballojnë qiranë, e kanë shumë vështirë që ta blejnë një shtëpi në Tiranë, kështu që na duhet një program mirërisë social për strehimi për Bashkinë e Tiranës, që do të ishte strehimi përballueshëm. Pra, ne sot kemi programe strehimi të cilat edhe nuk janë të përshtatshme. Për shembull, se flasim për kredite buta, shifrat të cilët marrin ata që përfitojnë kredite but nuk arrin dot të gjejmë për muaj të tërë një shtëpi të cilët mund ta blejnë me këtë kredit të but. Nga ana tjetër, Bashkia e Tiranës e ka të nevojshme të vendosi, duke qenë se planifikon të ketë rritje të turistëve, sa përqind të apartamente do shkojnë për Airbnb. E kanë pasur vende të tjera këtë problem, besoj se do e ketë edhe Tirana së shpejti këtë problem, kështu që duhet mësojmë nga pasojat që kanë pasur vende të tjera për të marrë masa paraprake. Nga ana tjetër, është e nevojshme që të futen në treg apartamente të cilat rrin bosh aktualisht. Dhe se si mund futen këto apartamente është duke i taksuar këto apartamente, që kosta e atyre të jetë shumë e lartë që ato të rrinë bosh, kështu që duke u futur në treg dhe duke formalizuar qiradhënien për strehim, sepse e theksoj se ky është një problem për Tiranën, sepse sot nuk e kemi formalizuar qiradhënien për strehim, sepse nuk e di për pjesën tjetër sa përqind është e formalizuar, por sot e ka të vështirë, kemi parë dhe tek ata që marrin bonusit social, sa të vështirë kanë që ta marrin një kontratë për shtëpinë në cilën banojnë. Flasim sa i mirë është buxheti, do e shohim sërish, domethënë, kur të vi momenti dhe diskutojmë çfarë ka ndodhur me Tiranën në fund të një viti. Nuk është se shohim përmirësime dhe këtu folën dhe tjerë për çështje të ndryshme, por unë do ngelesha te strehimi, sepse e shoh vërtet që po bëhet e papërballueshme për të jetuar në Tiranë. Kemi njerëz që zhvendosen nga Tirana dhe kjo po ndodh, sepse kanë shumë vështirë që ta gjejnë një shtëpi që i shkon për shtat të ardhurave tyre. Dhe të ardhurat janë të ulta, kostat e tesës po rriten, kështu që nuk është se po jetojmë më mirë. Tirana në këmbështrimin tim është rritur fizikisht si qytet, por nuk është bërë një qytet më i jetueshëm. Një nga zërat kryesor të buxhetit, që është taksa e ndikimit në infrastrukturë, sjell goxha të ardhura për Bashkinë e Tiranës, por çdo qytetar që futet në buxhetin e Bashkisë Tiranës paguhet nga shëndeti jon, sepse edhe një nga diskutimet që është bërë në Bashkinë e Tiranës për të hartuar strategjinë për të reduktuar ndotjen e ajrit, një nga shkaktarët është dhe ndërtimi. Pra, ne paguajmë me shëndetin tonë çdo qytetar dhe do të ishte e udhës që ne të rezervonim një pjesë të këtij buxheti për të rregulluar ato problematika që shkaktohen nga ndërtimi në Tiranë, si ndotja e ajrit apo çështja e strehimit. Dhe pse për mua do të ishte mirë që ndërtimet të ndaloshin në Tiranë dhe Bashkia e Tiranës të gjente alternativa të tjera, pra për të siguruar të ardhurat të qëndrueshme dhe jo, sepse ne sot nuk vendosim për shumicën e ndërtimeve të cilat bëhen në Tiranë dhe përsëri varim nga një institucion tjetër. Nga ana tjetër, unë gjykoj që nuk është për shkak të pasojave që sjell ndërtimi, nuk është mirë për qytetin që vazhdojnë me këtë drejtim, sepse si ndotja e ajrit që shkakton sëmundje të cilat shkojnë deri në humbjen e jetës, gjithashtu dhe me strehimin ne kemi probleme të mëdha. Dua t'jap një sugjerim tjetër që lidhet me monumentin e heroit ton kombëtar Gjergj Kastelo Skënderbeu. Nga gjitha ka marrë referime që është nevojshme vendosja një pllakate informuese, sepse kush është për ata që e vizitojnë. Pra për ta prezantuar në mënyrë digjitoze, sepse për ne dihet se kush është dhe dihet edhe vlerat e tij, por meqense nuk e ka, do të ishte mirë që drejtoria e cila merret me kulturën dhe turizmin ta parashikonte vendosje një pllakate e cila nuk do të kishte edhe kosto të larta për bashkinë, kështu do ishte diçka e përballueshme lehtësisht. Nga ana tjetër, për sa i përket doja të raportoja për një rast për sa i përket depove të ujit. Nuk e di, po kur pastrohen depot e ujit në Tiranë, që ndodh një herë në vit, uji realisht me rrugët. Ka videot të cilat tregojnë, nuk e di pse është kaq problematike të menaxhohet ose nga që unë kaq kam informacion, por që mund t'ju dërgoj pamjet për depot e ujit, kur pastrohen, banorët ka thënë sa herë që pastrohen, uji me rrugët dhe shkon nëpër shtëpitë e tyre, kam pamje filmike për këtë rast, kështu duhet parë se mund të rregullohet, besoj.